jashtëm të Akademisë Shkencave të Shqipërisë, Gëzim Alpion e Lulzim Tafa. Mirë se erdhët në veprimtarinë e sotme që organizohet sipas rregullores për ceremonialin dhe solemnitetet në Akademinë e Shkencave, miratuar nga Asambleja e saj me 21 shkurt 2020, e cila në mbledhjen e datës 22 prill 2024 me vendimin numër 43 pranoi në radhët e antarëve të jashtëm të saj disa personalitete të dijes dhe letrave shqipe, 2 prej të cilëve kemi nderin dhe kënaqësinë të jenë të pranishëm në këtë sallë. Për Gëzim Alpion, propozimin e antarësimit në Akademi e ka bërë kryesia e saj, sipas parashikimeve në statut, 2 antarë të asamblesë rekomanduan me shkrim mbështetjen e kandidaturës së tij, vlerësim që u plotësua me letra referencë nga disa personalitete brenda dhe jashtë vendit. Gëzim Alpion ka mbrojtur doktoratën në filozofi, është profesor në Universitetin e Birminghamit, është profesor i ftuar në disa universitete të botës, autor i 7 vëllimeve monografike, i njohur si biografi më i besueshëm për Nën Terezën, vepër e përkthyer dhe botuar mbi 15 herë, autor i 17 artikujve shkencor e kritik dhe i disa librave artistik, veprat e tij janë të recepcionuara në më shumë se 100 raste. Lulzim Tafa u pranua si antar i jashtëm i Akademisë së Shkencave me votim të fshehtë në Asamble, në të njëjtën mbledhje të saj, me 22 prill 2024 me vendimin numër 43, pasi u plotësuan në të njëjtën mënyrë me të njëjtin standard të gjitha procedurat e kandidimit sipas statutit. Në profilin e tij intelektual u vlerësuan 3 përbërëse kryesore. Në fushën e kërkimit shkencor, Lulzim Tafa është doktor i shkencave në drejtësi, i specializuar për drejtën penale me veprimtari universitare dhe pjesëmarrje qytetare. Është profesor universiteti, ligjërues e profesor i ftuar, antar i Akademisë Evropiane të Shkencës dhe Arteve dhe antar i Akademisë së Shkencave të Bosnjës. Ai ka një veprimtari botuese pa ndërprerje prej më shumë se 3 dekadash, si poet që cilësohet me të drejtë përfaqësues i brezit letrar të pas 90-s në Kosovë. Është autor i 10 vëllimeve me poezi që kanë merituar çmime ndërkombëtare të mirënjohura si Neruda dhe Eminescu. Është gjithashtu dhe i vlerësuar me urdhrin presidencial francez, urdhri për artet dhe për letërsinë. Votimet të tij janë përkthyer në mbi 30 gjuhë, është themelues e mundësues i 5 çmimeve të rëndësishme në letërsi, duke përfshirë çmimin Ali Podrimja, është aktivist për vokacion në lëvizje emancipuese, ka veprimtari të njohur universitare dhe në fushën e arteve. Duke uruar 2 antarët e rinj për pranimin në Akademinë e Shkencave, shpreh gëzimin për zgjerimin e radhëve të saj me personalitetet të këtij niveli dhe kam kënaqësinë të ftoj kryetarin e Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjirnushin, për dorëzimin e diplomave. Profesor. Lulzim Tapën për të marrë diplomën si antar i jashtëm i Akademisë së Shkencave, i zgjedhur me vendimin numër 43, datë 22/4/2024 nga Asambleja e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Urime. I nderuar zoti kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik Gjinushi, nënkryetar Tole, sekretari i Akademisë, kryesia e Akademisë, antarët e Asamblesë, shkëlqësia juaj ambasadori i Republikës Kosovës këtu në Shqipëri, miq të nderuar, gjithë ju të pranishëm, zonja dhe zotëri. Duke qenë një poet me përgatitje profesionale të juristit, më ka intriguar gjithmonë ajo se çfarë mendojnë teoricianët e letërsisë se çka është poezia. Kam lexuar shumë teori të letërsisë botërore, edhe të letërsisë sonë, edhe të letërsisë huaj, dhe përgjigjen më të mirë në pyetjen çka është poezia e kam gjetur në një pyetje për poezinë. A thua do ta dim ndonjëherë çka është poezia? Por misionin të cilin e ka poezia e kam mësuar herët, si nxënës, kur kam filluar për herë të parë të shkruaj poezi. Pra atë misionin e shenjtë për të bërë bashkë fjalë që kur më përpara nuk kanë qenë pranë njëra tjetrës dhe me to të thuhen bukur gjëra. Jo të thuhen domosdoshmërisht gjëra të bukura, por atë që thua ta thuash bukur.
Njësoj, sikur se kur flet për jetën, dashurin, gëzimin, po ashtu kur flet edhe për vdekjen, dhimbjen e trishtimin. Nuk po zgjatëm shumë, si dhe atë misionin tjetër, që ta bëj botën reale të duket si imagjinare, e imagjinaren të duket si reale. Në jetë gjithmonë ndodh që imagjinarja të jetë më e bukur se realja. Mirë, po në rastet e tilla, si ky tani, i nderuar zoti kryetar, realja është më e bukur se imagjinarja, për arsye se për ne kosovarët që kemi jetuar kohën e represionit, e të robrisë, vetëm në ëndrat tona më të bukura kemi mundur të imagjinojmë që një ditë të vim në Tiranë, ta shohim Shqipërinë, t'ju takojmë juve, pa na shkuar mendja asnjëherë se një kosovar apo disa kosovar, se ka edhe anëtar tjerë nga Kosova në këtë akademi, mund të jenë pjesë shqiptarë të Kosovës, mund të jenë pjesë të kësaj akademie, këtij tempullit të lartë të dijes, institucionit më të lartë të dijes, kulturës, kombit tonë. Do të bëj përpjekje që të reflektoj mbi këtë besim cilin ka dhënë akademia për të dhënë gjithë kontributin tim. Mezi po pres që përvojat e mia të ndaj me ju dhe të bashkëpunojmë. Faleminderit shumë. Tani kam kënaqësinë të ftoj Gzim Alpion për të marrë diplomën si antar i jashtëm i Akademisë së Shkencave, zgjedhur me vendimin numër 43, 22/4/2024 të Asamblesë së Akademisë së Shkencave. Mirë se ardhe dhe urime. Mirdita, miqtë të dashamirës, kolegë, i nderuar profesor Gjinushi, nderuar profesor Tole, nderuar profesor Shabani, nderuar ambasador, miq, jam shumë krenar që jeni sot për mua dhe vlerësoj jashtëzakonisht. Për mua është nder dhe përgjegjësi pranimi si antar i jashtëm i akademisë, antarësim të cilën e kam pranuar me bindje të plot, që kjo është një ftesë dhe një hap i akademisë për të tërhequr elemente të diasporës, dhe unë me kënaqësi do t'jap kontributin tim modest. Dhe ajo që dua të theksoj është që ne që vim nga diaspora duhet të kemi kujdes që të njohim realitetin shqiptar në mënyrë që të sjellim përvojën nga vendet ku jemi, por jo ta sjellim këtë përvojë duke mos patur parasysh elementet, se çfarë elemente duhen këtu. Pra, në bashkëpunim të ngushtë me kolegët e akademisë, ne do të bëjmë çmos që të sjellim atë përvojë pozitive që do të jetë në shërbim të vendit. Edhe një faleminderit që keni ardhur, unë do të flas për disa gjëra në lidhje me akademinë kur të flas për leksionin tim. Faleminderit që erdhët. Mirëditë të gjithëve, siç është edhe në ftesën e aktivitetit, është Akademia e Shkencave dhe seksioni i shkencave shoqërore dhe albanologjike që organizon ceremoninë e dhënies për 2 antarë që janë të këtij seksioni. Nesër është dita e shejtërimit të Nën Terezës, data 5 shtator, dhe akademiku i jashtëm Gzim Alpion, i sapo pajisur me diplomë nga Akademia e Shkencave, është nga specialistët më të mirënjohur të jetës së Nën Terezës. Prandaj, me këtë rast e kemi parë të arsyeshme që në traditën e leksioneve që organizon seksioni jonë i shkencave shoqërore dhe albanologjike, të organizojmë një lektio magistralis me titullin Shejtoria Nën Tereza, ikonë globale e kombit shqiptar, e cila do të mohet nga akademiku Gzim Alpion. Ju lutem.
edhe një herë me dita, siç tha kryetari, me një herë në detyrë. Dhe nuk ka gjë më të mirë se të marrësh detyrën duke folur për Nën Terezën. Siç u shpreh edhe profesor Hoxhaj, unë jam një ndër studiuesit e Nën Terezës. Për Nën Terezën kanë shkruar shumë intelektual akademik, si nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga vendet të tjera, kështu që unë kam dhënë thjesht një kontribut tepër modest për sa i përket Nën Terezës. Unë do të flas shkurtimisht për disa nga temat kryesore që unë si shqiptar dhe sociolog kam parë me interes në 24 vitet e fundit që po merrem me Nën Terezën për të shtjelluar dhe shkurtimisht do të flas për ta. Ju lutem, mos u ofendoni në qoftë se unë do të bëj një koment për fen, sepse janë thjesht trajtime sociologjike dhe unë do të mirëpres çfarëdo lloj pyetje që të keni ju. Kam trajtuar, tema është Nën Tereza, shenjtoria Nën Tereza, ikon globale e kombit shqiptar. Si shikoni, ka theksuar aspektin e të qenit shqiptare të Nën Terezës. Dhe një ndër mënyra se si e perceptojmë anëtarësimin dhe kontributin tim modest është që me studimet tona të bëjmë ç'është të mundur që të shërbejmë shkencës dhe Shqipërisë dhe kombit shqiptar dhe në mënyrë modeste edhe në trajtimin që i kanë bërë Nën Terezës është të theksoj se çfarë përfaqëson Nën Tereza. Tani, ka momente kur njerëzit më pyesin se pse unë nuk e theksoj me të madhe që Nën Tereza ishte heroin kombëtare. Nën Tereza është heroin kombëtare, por jo siç e kuptojmë ne heroinët. Ajo është një heroinë e cila nuk e shpalli hapur se çfarë donte të bënte për Shqipërinë. Pra është detyra historianëve dhe sociologëve për të theksuar atë patriotizëm të heshtur të Nën Terezës që unë jam përpjekur ta trajtoj në studimet e mia. Shkurtimisht, unë dua të theksoj disa premisa të gabuara në literaturën për Nën Terezën dhe pikërisht përse elementi shqiptar biografik i Nën Terezës është ose reduktuar ose është injoruar plotësisht. Me këtë nuk dua të theksoj që Nën Tereza ishte thjesht shqiptare për të theksuar atë nacionalizmin dhe kombësinë e saj, por unë mendoj që në qoftë se personalitetet të tilla si Nën Tereza duhet kuptuar mirë, është e pamundur të kuptosh ato në qoftë se nuk shkon në rrënjët, në background, në familjet e tyre, për të kuptuar se si këto rrënjë në mënyrë direkte ose indirekte reflektojnë. Po dëgjoni? Se si këto rrënjë në mënyrë direkte ose indirekte tregojnë se kush ishte Nën Tereza dhe çfarë përfaqësonte ajo në lidhje me Kosovën, Shqipërinë dhe kombin shqiptar. Po kështu si sociolog më intereson të di se çfarë mund të bëj shkenca e sociologjisë dhe e theksoj. Sociologjia është shkencë dhe një ndër sociologët modern që e ka theksuar këtë është edhe Bourdieu. Dhe kam lidhje me këtë disa nga sociologët historianë që kanë trajtuar çështjen e rëndësisë së sociologjisë në lidhje me personalitetet të kalibrit Nën Terezës janë Carlyle, Smile, Weber, Bernstein, Mills, Bauman, Bourdieu. Nuk kemi kohë të shjellojmë tani, por thjesht. Në studimet e mia, unë po merrem tani me përsërimin Nën Terezën, mbas 24 vitesh, më në fund besoj se do të ndam nga Nën Tereza, po besoj se do 2-3 vite të tjera, me nocionin e kapitalit të famës. Dhe përse Nën Tereza për sociologjinë është jashtëzakonisht me interes, por jo se si kuptohet kultura e të famshme, por se çfarë mund të themi në sociologët, pikërisht për kapitalin e famës, që nuk është një koncept i njohur akoma. Shkurtimisht, unë kam zgjedhur disa përkufizime ose konkluzione që studiues të mirë njohur për Nën Terezës kanë bërë për rëndësinë ose mos rëndësinë e biografisë Nën Terezës. Dhe këto janë Muggeridge, një ndër gazetarët më famos anglez. Anne Seba, një nga studiuesit
më serioze të Nën Terezës dhe Catherine Spink, po kështu, një studiuse tepër serioze dhe biografe e autorizuar Nën Terezës. Çfarë kanë këto tre përkufizime, konkluzione të përbashkëta? Sipas Muguriç, i cili është i pari gazetar me peshë që përgatiti rrugën e njohjes ndërkombëtare nëpërmjet medjave, siç është BBC-ja për Nën Terezën. Konkluzioni që nxori Muguriç është të përkushtuarit si Nën Tereza, do të thënë ata që janë përkushtuar ndaj Zotit, nuk kanë biografi, sepse në rastin e tyre biografikisht nuk ndodh asgjë. Biografikisht, thot Ansiba, jeta e Terezës nuk është interesante. Në rastin e saj, i njëjti besim fetari drejt për drejt edhe të hoqi në çdo gjë, Nën Tereza me sa duket nuk ka vojtur nga asnjë konflikt i brendshëm, që jep biografive më të mira atencionin dramatik. Do të thënë, jeta e Nën Terezës është bajate, është pa interes. Asgjë nuk ndodhi. Dhe Spink, jeta nuk është as pak e ndërlikuar për sa i përket çështjeve të motivimit. Sa do e papranueshme të duket për disa në shekullin e Freudit, jeta e saj është plot aspekte që nuk ka vend për hetim racional. Pra, Nën Tereza është një njeri ordiner, asgjë interesante nuk ka për jetën e saj personale, për rrethin e saj familjar, për prindërit, për kombin, e tjera e tjera. Pra, le të harrojmë gjithçka që e brymosi Nën Terezën deri në moshën 18 vjeçë kur vendosi të bëhet burges, dhe le të merremi vetëm me Nën Terezën pasi u largua nga Shkupa. Ky është diçka që unë ka 25 vjetë që po e hulumtoj, dhe ndryshe nga kolegët e nderuar, jam në kontakt me disa prej tyre, nuk kemi rënë dakord për shumë gjëra, por e rëndësishme është që po kuptohet që, jo thjesht në aspektin e psikologjisë të Freudit, që nuk mund të studiosh një personalitet si Nën Tereza në qoftë se nuk e fut në kontekstin e rënjeve familjare dhe kombëtare. Kjo gjë duhet bërë me kujdes, sepse edhe akuzohesh për patriotizëm të rem, për patriotizëm të tepruar, dhe unë gjithmonë jam përpjekur të jem sa më objektiv për sa i përket Nën Terezës, sepse personalitetet si Nën Tereza nuk kërkojnë që të ndihmosh apo të përkrahesh, por personalitetet si Nën Tereza janë tepër kompleks dhe është pikërisht jeta e tyre personale që i bën ato të jenë personalitete të kalibrit të tillë. Dhe në lidhje me këtë, shiko që thonë kundërshtarë të tjerë të Nën Terezës. Ajo ishte një imperialiste fetare. Ajo ishte një konservatizuese. Ajo ishte mikesh diktatorësh. Ajo ishte mikesh të mashtruesve. Ajo duhet gjykuar për krime kundër njerëzimit. Dhe të gjitha këto thohen nga personalitete të sociologjisë dhe studiues tepër të afirmuar. Dhe Hitchens, një gazetar kontroversal, por tepër i respektuar britanik, ka ndëruar fatkeqësisht jetë, është shprehur që fakti që ajo bëri homazhe dhe vendosi një kuror pranë Varit Enver Hoxhës do të 89 dëshmon se një shqiptar katolik nacionalist mundet për çështje patriotike të ndihet ende besnik ndaj një regjimi komunist, joja materialist. Nën Tereza nuk ishte mikesh diktatorësh, edhe në bazë të deponimeve dhe kontaktit që kanë pasur në njerëz të cilët e sollën Nën Terezën këtu si shoqëruesja kanadeze dhe autoritetet shqiptare. Veprimin që bëri në 89-ën është ndoshta mesazhi më diplomatik që një njeri i përkushtuar ndaj fesë po ju dërgonte shqiptarëve të varfër në fund të 4 viteve, 5 dekadave të sistemit totalitar. Dhe mesazhi i saj është: ne duhet të mësojmë të falem. Është kollaj të flasësh për të falur të tjerët, por ajo pati vetin të falte pikërisht persona të cilët nuk e lejuan të vinë në Shqipëri,
për të parë nënën dhe motrën, dhe duke pasur këtë shembull personal, ajo pati aftësinë morale, që të thonë rruga e vetme për shqiptarët në këtë moment kyç është të mësojnë, të falin dhe të kooperojnë. Unë e di që kjo ka qenë një çështje kontroverse për Nën Terezën, ne s'kemi kohë që ta shqyrtoj më gjatë, por në të thuash që Nën Tereza duhet gjykuar për krime kundër njerëzimit, do të thotë ta shikosh Nën Terezën thjesht si një vegël e Vatikanit. Nën Tereza ishte shërbëtore e Vatikanit. Nën Tereza ishte e përkushtuar ndaj Vatikanit. Dhe unë nuk shikoj një gjë jashtëzakonshme ose negative për të. Por ajo që Nën Tereza bëri me dinjitet është se Nën Tereza nuk foli kur kundër Shqipërisë. Dhe nuk flas thjesht për Shqipërinë komuniste. Dhe unë do t'i këshilloja kolegët e mi që në qoftë se nuk jeni në gjendje që të angazhoheni pozitivisht për të ngritur imazhin e Shqipërisë, të paktën mos ndërtoni karriera duke e përçudnuar imazhin e Shqipërisë. Dhe ky ka qenë qëllimi im që kur flas për Nën Terezën, të flas jo se ç'përfaqëson Nën Tereza në aspektin personal, por se si një hallk e cila lidh Nën Terezën, ajo hallk e munguar,
dhe aftësia e saj për të theksuar se dinjiteti i njeriut është i shenjtë. Në këtë drejtim, unë dua ta mbyll duke thënë që sa e kuptojmë ne shqiptarët Nën Terezën? Çfarë rëndësie ka Nën Tereza për ne? Fatkeqësisht, për Nën Terezën ne flasim vende pa banë. Nëse do të kuptoni mirë Nën Terezën, Shqipëria nuk duhet kishte asnjë lypës në rrugë. Nëse do të kuptoni siç duhet Nën Terezën, ne do të kishim pensione që pensionistët kishin një jetë komode të rehatshme, at least. Pra, në kuptimin e sa simbolike është Nën Tereza për ne, ne sigurisht jemi krenar. A e kemi përvetësuar në Nën Terezën në mënyrë që ta aplikojmë atë që bëri për njerëzimin, këtu në kontekstin si në Kosovë, si në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, unë mendoj që kemi shumë gjëra për të bërë. Dhe ne duhet theksojmë gjithmonë që në qoftë se bëjmë diçka, le të mos e bëjmë me bujë. Nuk ka nevojë që të vëmë emrin gjithë institucioneve Nën Tereza. Mjafton që të bëjmë është që të reflektoj atë filozofi bamirëse në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë që shteti nuk i ka braktisur, shoqëria nuk i ka braktisur dhe gjithë secili ka vlerën e tyre si njerëz. Faleminderit. njohur siç është shenjtoria Nën Terezë, por njëkohësisht edhe këto këndvështrime edhe studime mbeten të hapura dhe sa më shumë që ka rënë koha, ndoshta aq më shumë rriten mundësitë për studime dhe për të nxjerrë mësime nga jeta dhe vepra e saj. Në mënyrë shumë të koncentruar, nëse dikush ka ndonjë diskutim ose ndonjë pyetje shumë esenciale, po i lëm një maksimale 10 minutë kohë për këtë. Dhe pyetjet janë sa më të thjeshta. 20. Paraprakisht dua t'ju përshëndes të gjithëve, zotrit ambasador, ministra, deputet, dy antarëve të rinj ju dëshiroj shëndet, mbarësi dhe shumë suksese në punën e tyre në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Përndryshe, unë jam Naser Curi nga Shkupi, ish drejtor i shtëpisë përkujtimore të nënës Terezë Shkup dhe njëkohësisht tani e punësuar në Ministrinë për Çështje Evropiane. Nga që me zotin Gzim Alpion, derisa isha në pozitën e drejtorit, ne kishim komunikime, nga se në sirtarët e shtëpisë kishim dëshirë ta shohim edhe librat e tij, po nuk ja dolëm dot dhe me ftesën e zotit Gzimit për sonte, me kënaqësi më të madhe e pranova dhe erdha këtu që t'ju uroj. Po fillimisht dua të them se në jetën dhe veprën e Gonxhë Bojaxhiut, nënës Terezë, në qendër të vëmendjes është që shihet në hapërimet e saj është dashuria. Dashuria ndaj njëri tjetrit pa dallim, klase, feje, race dhe kombi. Dashuria pra si vepër qendrore, universale, absolute. Për mos ta zgjatur më shumë, do të them edhe këtë se ajo ndërtoi një vepër madhështore me kredon se më shumë se për bukë, bota ka nevojë për dashuri. Ju falemnderit dhe tani në emër të institucionit Shtëpia Përkujtimore Nënës Terezë Shkup, unë ju kam sjell një dhuratë modeste, besoj që do ta mbani edhe tot me shumë kënaqësi. Ju falemnderit.
Dikush tjetër? Urdhroni. Prezantohuni, ju lutem. Dhenel Hoxha, kryetari i Dhomës Tregtisë Shqipëri Britani e Madhe, emigrant në Britaninë e Madhe që nga 94. Së pari, duhet të përcjell një mesazh falënderues ndaj Akademisë Shkencave, që sot, pa egzageruar, vlerëson një njeri që ka dhënë dhe po jep një kontribut të jashtëzakonshëm, të cilin ne si bashkëdhetar jashtë Shqipërisë e ndjemi aq shumë. Libri i tij, Nën Tereza dhe kombi i saj, është pasaporta e Nën Terezës. Pse e them këtë? Personalisht për 30 vjet më është dashur shumë punë që të binë të huaj që Nën Tereza është shqiptare. Që nga botimi i librit dhe i studimeve të tjera rreth Nën Terezës nga akademik Alpion, tashmë gjithçka është më e lehtë. Dhe me këtë rast edhe një herë duhet të falenderoj akademik Alpion për punën e jashtëzakonshme që ka bërë, shërbimin e madh që i bën kombit dhe mbar njerëzimit me punët e tij, sepse tashmë është një personalitet global dhe suksese në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe me këtë rast duhet gjithashtu që Akademia të vazhdojë të sjellë të tjerë kontribues të mëdhenj si zoti Alpion pranë Akademisë Shkencave, të cilën po e bën dita ditës, por mirë është që edhe më shumë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju për fjalët e mira. Po, urdhroni? Jo, prezantohuni, ju lutem, është më mirë. Kastriot Frashëri. Në radhë parë përfitoj nga rasti për të falenderuar Akademinë e Shkencave për këtë përzgjedhje. Zoti Alpion, në mendimin dhe opinionin tim, e meriton plotësisht këtë titull si një bashkëpunëtor i jashtëm i Akademisë së Shkencave. Vepra e tij është dinjitoze, i ka kaluar të 4 kontinentet, nga India në Amerikë, në Europë, në Britaninë e Madhe e më gjerë. Dhe vetë përkushtimi i tij ndaj shkencës dhe sociologjisë në tërësi e meriton plotësisht këtë. Unë duke vlerësuar që jemi përpara një momenti historik, siç është dita e nesërme, që është dita që përkujton shenjtoren tonë të madhe, duke dëgjuar dhe referatin e profesorit pak minuta parë, më bëri shumë përshtypje tek pjesa që tek ato mendimet kontradiktore që kanë të bëjnë në lidhje me shenjtoren tonë të madhe, kur dhe Eceku që në vitin 89 si ka ardhur dhe ka bërë një vizitë dhe profesori e tha tek homazhe tek vari i diktatorit. Unë mendoj që ndoshta Nën Tereza nuk ka pasur faj shumë lidhje me këtë, sepse mund të jetë ka qenë pjesë e protokollit të shtetit dhe ndoshta nuk mund t'i atribohet një gjë e tillë. Nuk e di si e mendon profesori. Faleminderit. Edhe suksese në detyrë. Po, më dëgjoni? Kastriot, keni shumë të drejtë. Mua më është të dashur 9 vite të merrem me librin e fundit. Mbasi mësova rastësisht që Nën Tereza ka një motor, vajzën e Hallës, po që janë rritur bashkë në Melbourne rastësisht. Dhe shkova 2 herë në Melbourne për ta intervistuar atë dhe ato ishin tepër bujar për të ndarë me mua dhe aty pata edhe kënaqësinë të takoj shkëlqyesin e tij ambasadorin Dyrmishi. Më desh 9 vite për të verifikuar çdo gjë që më thanë pjesëtarët e familjes së Nën Terezës. Kjo do thotë që nëse do që t'ju marrë seriozisht, lexuesi duhet punuar dhe mos ngjutur që të kalosh në botim. Unë kam intervistuar pothuajse të gjithë personalitetet që u morën nga ana shqiptare e protokollit, por edhe nga Vatikani, edhe nga Kanadaja. Dhe konkluzioni ishte që ndoshta me të vërtet mund të kishte një kusht për të lejuar Nën Terezën për të ardhur në Shqipëri,
Dhe Nën Tereza ka pasur disa momente gjatë jetës së saj që është kapur papritur, por nuk është as pak e çuditshme që çfarë lloj kushti që të ketë pasur Nën Tereza, dhe nuk e përjashtoj që ka pasur kusht, Nën Tereza ishte pragmatike dhe diplomate. Dhe në qoftë se vendosi lule nuk e bëri kundër principit të saj. Do të jap një rast tjetër. Disa personalitete të shkencës në Shqipëri dhe gazetarë kanë thënë që Nën Tereza i tha Clintonit, ma ki kujdes Kosovën, dhe Clintoni filloi bombardimin e Kosovës nëpërmjet NATO-s. Këto janë gjepura. Po të lexosh biografinë e Clintonit, nuk ka asgjë të tillë. Pra, le të mos e folklorizojmë Nën Terezën. Pasi Nën Tereza ishte njëri i paqes dhe nuk mund t'i thonte Clintonit as kujt tjetër që të futej në luftë një njeri e cila ishte përkushtuar për të mbrojtur jetën. Këto janë dimensionet e Nën Terezës. Këto janë ato personalitete si Nën Tereza, të cilët marrin vendime të vështira, na pëlqejnë apo nuk na pëlqejnë disa audiencave, dhe në këtë drejtim unë mendoj që rasti, ajo që bëri Nën Tereza, tregoi që ishte ambasadorja e vetme e Vatikanit gjatë luftës së ftohtë, më e efektshme se kolegu i saj, John Pali II, sepse Nën Tereza lejohej të shkonin në të gjithë vendet ish-komuniste, ku John Pali, i cili u zgjodh për të minuar komunizmin, nuk lejoi. Pse e bënte Nën Tereza këtë? Sepse në asnjë rast nuk u kompromentua aspekti jo politik i saj. Pra ishte njëri i besueshëm me të cilën edhe diktator, si presidenti i Haitit, si presidenti i Kubës, personalitetet të tjera nga bota e biznesit që janë të dyshim, Nën Tereza i takonte sepse shpresonte që çdo kush mund të reformohet, çdo kush mund të mësojë të fitojë nga ana humane. Dhe në këtë drejtim Nën Tereza mendoj se bëri kontroversale siç është, bëri hapin e mirë. Nuk mund të bëhesh personalitet si Nën Tereza në qoftë se nuk bën as hapa të tillë kontroversale. Edhe një pyetje të fundit për arsye të kohës. Mirë ditë të gjithëve. Nderuar anëtarë të Akademisë Shkencave. Unë jam Milo Paja, përfaqësoj një grup nga Estonia që merret me sigurinë kufitare. Nuk jam akademik, por jam i nderuar që ndodhem këtu në mesin tuaj. Përsa i takon Nën Terezës, unë do të jepja 2-3 lajmet që do të ndodhin në vitin e ardhshëm në Vatikan. Unë isha në maj dhe jam takuar me Atin e Shenjtë, dhe në vitin tjetër që Nën Tereza bën 10 vjet si shenjtore, e shenjtëruar, do të ketë një event ndërkombëtar në Vatikan dhe nëpërmjet inteligjencës artificiale Nën Tereza do të flasë shqip në Tedua dhe do t'ju përgjigjet të gjithë pyetjeve që do të bëjnë personalitetet të ftuara nga gjithë bota. Ku dhe nga Shqipëria mendohet të ftohet një delegacion. Ai do të jetë një event shumë i madh. Ku do të ketë përmasat të botërore, do të ketë lider nga gjithë botë. Nëse më lejohet, duhet të them që edhe vllai nga Shkupi që foli për Nën Terezën, zëvendës kryeministri i Maqedonisë, zoti Izet Mexhiti, më ka treguar që do të ketë plane dhe ka shumë plane të mira edhe për shtëpinë e Nën Terezës, që do të caktohet një grua drejtoresh në ndërtimi një kishe katolike në lagjen shqiptare në Shkup, në bashkëpunim me Vatikanin. Dhe e falenderoj zotin Alpion që ndodhet këtu dhe për tërëhat që në mbajti. Ju falenderoj të gjithëve. Duke ju falënderuar gjithëve për ndërhyrjet dhe për fjalët e mira që thatë në adresën e kolegut Alpion, duke falënderuar edhe zotin Alpion për përgjigjet e tij të koncentruara, ne po e mbyllim këtë aktivitet me një koktejl që është jashtë, ku mund të vazhdohet edhe ndonjë pyetje tjetër e ndonjë diskutim tjetër, qoftë me zotin Alpion, qoftë